Në skenën e teatrit Migjeni, publiku shkodran përjetoi një mbrëmje të veçantë, ku arti, kujtimet dhe ndjesitë u ndërthurën në një rrëfim të përbashkët për qytetin dhe krijimtarin. Aktiviteti në titull, Shkodra nga sytë e artistëve, ishte pjesë e karavanit kombëtar Zërat e Artit, një nisëm që synon të sjellë më afër njerëzit me artistët dhe rrëfimet e tyre personale. Ideja ka lindur nga të gjitha rrugtimet tona që kemi nëpër Shqipëri, pasi vëmë re që qytetet po braktisen. Dhe një nga dhimbjet më të mëdha është mungesa e artit nëpër qytete. Për këtë arsye vendosëm që të rrëfenim qytetet nëpërmjet artistëve dhe për të thënë që qytetet dhe Shqipëria është një vend i cili ka vlera të jashtëzakonshme, të cilat vinë nëpërmjet rrëfimeve personale të artistëve. Artistë të njohur si Robert Radoja, Rita Gjeka, Primo Shlaku, Ariola Zadrima, Eltiana Shkreli, Josef Shiroka dhe Warda Albunesa ndanë me publikun momente nga jeta e tyre artistike, lidhjen me Shkodrën dhe mënyrën se si ky qytet ka ndikuar në formimin e tyre profesional dhe njerëzor. Po, kisha emocion, është vërtet, sepse banë 2 vite gjysmë që nuk e shklas. Këtë skenë për mua është një altar dinitan, dhimbje e madhe mos më ashtu, sepse një aktor nuk duhet me dalë në pension. Pension me letra, okej, po jo kështu. Skepticizmi i fillimit më kthye në entuziazëm, sepse më dha rasti me bë një dëshmi edhe të sinqertë, edhe të vërtetë, edhe therse, por edhe shpjeguese me rëndësi autobiografi. Për aktorin është pak e vështirë, sepse ne na mësu gjithmonë në skenë të japim atë për cilat ne bajmë prova dhe të flasësh për veten, është pak aq më tepër në publik, edhe të rrëfesh sa gjana dhe intime, që nuk ja ke thënë asnjëherë askujt, është pak e sikletshme. Por vërtet mendoj që ideja ishte shumë e bukur nga producentët dhe më vjen mirë që u ndërtu, po themi, kjo shfaqje. Është një emocion i papërshkrueshëm. Ne që e dina se fjala ka peshë, duhet me thënë në moment të caktuar, edhe në vendin e duhur. Edhe një vend si teatri i Migjenit krijon jo vetëm emocion, por edhe përgjegjësi për atë që thu. A ishte e vështirë, jashtëzakonisht e vështirë. Por unë them që kur njerëzit i thojnë gjanat, njihen të papesh. Unë e thashe edhe gjatë prezantimit që vetëm njerëzit e guximshëm mundën mi rrëfyt vërtetat e veta apo sekretet e veta. Takimi u shndërrua në një hapësirë reflektimi e emocioni, ku arti u bë ura që lidh kujtesën me të tashmen. Zërat e Artit do të vijojnë rrugtimin e tij në qytetet e tjera të vendit, duke sjellë historinë e krijuesve shqiptar më pranë publikut. Këtë mbrëmje të veçantë do ta ndiqni ekskluzivisht në ditët në vijim në ekranin e Star Plus Televizion.